Autoritetet në Norvegji u kanë bërë thirrje qytetarëve të përgatiten për skenar lufte mes rritjes së frikës për një përplasje të mundshme me Rusinë. Mijëra persona kanë marrë njoftime zyrtare ku paralajmërohen se në rast konflikti, banesat, automjetet dhe pasuritë private mund të konfiskohen nga shteti për nevoja ushtarake. Bëhet fjalë për rreth 13.500 njoftime paraprake, të dërguara kryesisht tek individ apo subjekte me pasuri të konsiderueshme, me qëllim që forcat armatosura të kenë akses të menjëhershëm në burime logjistike në rast lufte. Shefi i logjistikës ushtarake norvegjeze ka deklaruar se vendi ndodhet në situatën më serioze të sigurisë që nga lufta e dytë botërore, duke theksuar se shoqëria duhet të jetë e përgatitur për kriza të thella dhe të papritura. Si antare NATO-s dhe vend që ndan kufi toksore detar me Rusinë Arktik, Norvegjia ka rritur ndjeshëm kapacitetet mbrojtëse pas pushtimit rus të Ukrainës, duke u pozicionuar si një pikë strategjike kyçe për sigurinë e Europës Veriore. Paralelisht, Polonia ka ndërmarrë një hap të paprecedent, duke shpërndarë udhëzues mbijetese në rast lufte për rreth 17 milion familje. Manualet përmbajnë këshilla konkrete se si të veprohet në rast sulmes ushtarake, përdorimit të armëve kimike apo përthamore, si dhe në situata të rënda emergjente infrastrukturore.